Mbrëmjen e djeshme, Bashkia Lushnjë organizoi koncertin festiv Lushnjan Fest në sheshin para bashkisë. Emra të njohur të muzikës së lehtë dhe popullore lushnjare dhe jo vetëm, si Eranda Libohova, Erik Loshi, Ergita Bahja, Valbona Hekurani e tjerë dhe grupet valltare me valle popullore dhe kërcime aerobike, interpretuan para publikut lushnjar. Ju vini që nga lart, këngët e pastrat vendit tim, me se shpirtin kyta fala, se mërtia ti të mëngë të mbaja, hajde se u për ty ndala. E pranishme në këtë event ishte edhe zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, e shoqëruar nga kryetarja e bashkisë Eriselda Sefa, ministri financave Petrit Malaj dhe kandidatët për deputet të Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Atmosfera festive shoqëroi publikun për rreth 1 orë e gjysmë. Se